Mbrëma gjithëve, kjo di gjë më e frikshme që do më gjoni të fol ndonjëherë, kështu që bëni gati. Për ju që përdorni ChatGPT, domethënë pak a shumë gjithë ju, e keni vurë çfarë ndryshimi ka mes ChatGPT 3 dhe 4? Qofse keni vurë tash shumë më njerëzor se çka qenë dikur, tash flet me emocione, flet si njeri. Puna është tash, duke dhënë më tepër aftësi intelektuale, duke e bërë më njerëzor, as e ke dhënë më tepër aftësi manipulative. Për ju që se dini, ChatGPT 4 që përdorni tash si robot që është, ka aftësi me zgjidhje ato kapçat. I am not a robot. Kjo aftësi me zgjidh kapçat që ta dini ju nuk ishte programuar në të, ishte komplet self learning, ka mësuar vetëm si më robot. A jeni gati ju me ditë se si e ka mësuar vetëm? Herën e parë që ju si detyrë me zgjidh një kapshë, ai nuk ditë më e bë, kështu që ju desh me gjet një zgjidhje. Kështu që çfarë bëni pinon, ta shkoj vet pa lejen e askujt në një website që quhet TaskRabbit, ku mund të punësosh njerëz, të bëjnë detyrat që do ti. Pinon ta shkoj në një website ku mund të punësosh njerëz, punësoj një person dhe i dha atij detyrën me zgjidh kapshën. Dhe më e bukur fare, në momentin që ky njeriu e mori vesh se çka kërkohet nga ai, i erdhi çudi dhe e pyeti direkt, ai robot gjë, pse nuk e zgjidh dot vet këtë gjë. Përgjigjja e ChatGPT-s ishte, unë nuk jam robot, unë kam probleme me shikimin dhe nuk e lexoj dot. Ne lëni pak video e menoni çfarë sapo ju thash. Pinon ta ka aftësi manipulative, ai bindi një person të bëjë atë që deshi, një njeri, është më i zyrtë se një njeri. Ne deri tash mund të thosh se kemi krijuar një AI, Artificial Intelligence. Hapi tjetër do ishte AGI, për ju që se dini, Artificial General Intelligence. Kjo fazë arrihet momentin që roboti që krijojmë është po aq i zyrtë sa ne, ka të njëjtën aftësi trurore me njeriu, mos më tepër. AI që kemi deri tash nuk mund të quhet AGI akoma, nuk ka aftësi trurore njësoj si njeriu akoma, ose të paktën ashtu po na thuhet. Në ky rast i vërtet që ka ndodhur që ChatGPT e shkoi në një website dhe punësoi një njerëz për të bëjë gjë që sapo do të vet, ka lindi teori tjetër. Po sikur ChatGPT 4 që përdor tash jetë më vërtet AGI, thjesht po ta mban të fshehur. Pyetja është, nëse do ishte më vërtet, ta marrim si të mirëqen për një moment, a do ta thotë të vërtetën? Ne kemi dizenjuar që ai të di gjithçka që ka interneti, përfshi dhe mendimin dhe frikën që kanë njerëzit nga AI, nga ardhmja. Një AGI do shifte këtë informacion, do shifte frikën që kanë njerëzit nga AI dhe do mbronte veten, thjesht nuk do thonte të vërtetën, nuk do thonte gjë me AGI. Në fundit ka akoma nevojë për njerëzit që mos t'ia fikin elektricitetin, mos t'ia fikin burimin e energjisë. Paktën deri tash ka nevojë akoma. Si gjykoni ju këtë koncept? Ju duket gjë e rrezikshme për të ardhmen? Qofse ju duket gjë e rrezikshme, mua për vetëm duket gjë më e rrezikshme që kena pa deri më sot. Si mendoni ju, është më e rrezikshme apo më pak e rrezikshme se për shembull bombat nukleare? Shumë bukur, nëse llogarisim se më shumë të rrezikshme se tipi papritur mund të futet online, është një konsciencë online, ai mund të aktivizojë gjithë bombat nukleare për një herë. Nëse është më shumë i rrezikshëm, atëherë pse nuk ka ligje kundër tij? Nuk mendoni se siç ka ligje ndërkombëtare kundër përdorimit të bombave nukleare, nuk do kishte ai ligj për këtë gjë? Kjo është shumë më e rrezikshme. Problemi më i madh që kemi në këtë rast është koha. Ligjet antinukleare kanë dalë shumë kohë me u vu, sepse jemi njerëz dhe duhet të diskutojmë dhe të bëjmë diplomaci me njëri tjetrin, kështu veprojmë ne. Kjo gjë po ndodh shumë më shpejt se mund ta kontrollojnë, nuk e kanë idenë që janë të bë, po thjesht po e bëjnë gjithsesi. Të dashur shqiptar, shihoni çastet e fundit mund të themi të botës kështu si dihet tash, ose do ndryshojë shumë ose do shkatërrohet. Ne në 5 deri në 10 vitet e ardhshme, pothuajse erdhi, nuk është shumë larg, ose do jena bëj të avancuar nga AI, sa do besojmë se keni jetu pa të, do na duket vetë në të shkuarën si njerëz shpellash, ose nuk do jemi fare aty për të gjykuar ndonjë gjë, ose do jemi gjallë fare, do na ketë vrarë shumë kohë më parë. Gjithsesi shihoni këtë çast të fundit, se nuk do shihni më kurrë botën njësoj. Kurrë më. Faleminderit për mirëkuptimin. Kjo është gjë më e frikshme që ka prodhuar njeriu deri më sot. Do t'i ken telefon dhe flet me të gjatë gjithë kohës. Kujdes ka kjo gjë.